Trajneri i Shqipërisë Silvinho ka dalë në konferencë për shtyp për të prezantuar ndeshje me Andorrën, përcaktuese për fatin e misionit play-off. Kuqezin mbajnë vendin e dytë dhe 3 pikë kundër Andorrës së vendit fundit në grup mund ta vendosin përfundimisht pjesëmarrjen në play-off, nëse edhe Anglia fiton në Serbinë. Edhe pse Andorra njeh si një nga skuadrat e vogla në kontinent, braziliani pret një ndeshje të vështirë, ndryshe nga ndeshja e Tiranës. Imagjinojmë që duhet të jetë një ndeshje ndryshme, për faktin se Andorra është kombëtare të cilën Koldo Alvarez ka shumë vite që e drejton dhe i njeh shumë i lojtarët. Kanë anë mbrojtëse shumë të mirë, i di limitet e lojtarëve. Mendoj se rezultatet nuk janë të thella, do të jetë një ndeshje ndryshe nga e para, ku shruam 2 gola shpejt dhe u qetësuam. Kapiteni Gjimshiti tha që gjitha ndeshjet janë vështira. Ndeshja e fundit me Serbinë në 45 minuta ishte 1-1. Nuk është e lehtë. Andorra është ekip që lufton për çdo centimetër në fushë, megjithatë shpresojmë të fitojmë. Shqipërisë ka mbetur hapi i fundit deri në play-off, gjë që nuk i ka ndodhur më parë. Kur flasim për ne, po rritemi si federat, të gjithë po rriten edhe rezultatet janë europiane, rruga e botrorit. Është normal, diferenca është gjithnjë më e vogël, por më kryesore është që futbolli është pasion. Themi që në një ndeshje mund të ndodhë gjithçka. Gjithmonë kur luan jashtë është pak më e vështirë, ka një faktor që të ndikon. Padyshim afrohet botrori. Për ne në fakt afrohet play-offi. Dim që është një hap shumë i vështirë, është situatë shumë e mirë, nuk ka ndodhur kurrë më parë që ekip të shkojnë në ndeshjet e fundit në gjendje të shkojnë në play-off të botrorit. Tani duam ta shfrytëzojmë, nëse bëjmë një ndeshje të mirë ndaj Andorrës, mund të ndodhë. Çfarë Shqipëria do shojmë kundër Andorrës? Silvinho garanton se do të jetë njësoj e përqendruar si kundër Anglisë. Ekipi ynë do të jetë i njëjti që nisi kualifikueset kundër Anglisë, i njëjti shpirt, i njëjti ekip si është ndërtuar. Është e vërtetë që mund të ketë ndryshim me një sulmues apo me sushor tjetër, por ekipi i njëjtë, ndryshimet janë sipas ekipit me të cilin përballemi. Na duhet fitoria. Ky është raundi i tretë për ne që jemi të detyruar për fitore, që nga Letonia. Jemi ekip që pësojmë pak, po ja dali mirë deri tani, por ekipi është i njëjtë, nuk ndryshon. Kemi qetësi dhe ekuilibër.